ajo që njihet si struktura më e fortë Garda Revolucionare Islamike dhe po ashtu edhe njerëz të Ministrisë së Mbrojtjes iraniane. Irani ka dy lloj ushtri, dualitetet në çështje të aspekteve të sigurisë dhe të mbrojtjes. Ushtrinë e rregullt dhe Garda Revolucionare, e cila kjo gardë është jashtëzakonisht e fuqishme me 220.000 anëtar dhe me 500.000 besajgjin apo vullnetar dhe pasadranët, fuqia speciale e tyre, e cila mbulon 1.5 deri në 2 milion sot të mobilizuar ushtar. Por amerikanët kanë arritur që goditjet e para nga deti arabik t'i japin me Tomahawk, në rastin e parë, goditjet më të mëdha kanë qenë në bazat e sistemeve raketore, të mbrojtjes kundër ajrore. Nuk njihet Irani që ka një mbrojtje të efikase, edhe pse është spekuluar që Rusë dhe Bielorusia ka mujt të dërgojnë sisteme të forta, por u pa që realisht në këtë drejtim. Dy vende janë në region që kanë defanziv të dobët, Izraeli dhe Irani, por kanë ofenziv, sidomos sistemin raketor për Iranin, dhe Izraeli në flotilën e vet të aviacionit dhe të goditjeve raketore. Por në mbrojtjen kundër ajrore u pa që edhe Izraeli ka defektet e veta, sepse goditja Fatahut dhe Sejjilit, 2 raketa hipersonike, nga se njerëzit ndonjëherë nuk i kuptojnë këto gjëra, janë tjetër armët ballistike, tjetër armët hipersonike. Irani ka këto 2 tipe plus 1, që do thotë 3 që janë zakonisht të pandashme, dhe kjo po edhe në teren qoftë në goditjet që bën brenda Izraelit, ndërsa në vendet e xhirit u ka qenë rastishme. Unë bile kam thënë për një medium para